Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Reforma territoriale po kundërshtohet nga qytetarët e Divjakës. Duhet të udhëtojmë 10 kilometra për një shërbim në Lushnjë, thonë ata. Banorët e Divjakës kanë reaguar me indinjat pas publikimit të draftit të Partisë Socialiste për reformën e re administrativo-territoriale, i cili parashikon shkrirjen e Bashkisë Divjak dhe bashkimin e saj me Bashkinë Lushnjë. Qytetarët e kundërshtojnë këtë propozim, duke argumentuar se një ndryshim i tillë do t'ua vështirësojë marrjen e shërbimeve publike dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme. Sipas tyre, largësia nga qendra e re administrative do të krijojë pengesa dhe kostoshtesë për banorët, ndërsa Divjaka do të humbas peshën e saj institucionale. Nuk jam hiç dakord. Bashkia të qëndrojë në vend. Me Lushnjën nuk na kanë ndihmuar dhe s'na ndihmon. Dom Divjakën bashki. S'kam pse të mendojmë. Si mendojmë mos bashkohet. Ne me zi që u shkputëm nga Lushnja. Bashkohemi prap. Me këta që s'duhet bashkohet Divjaka me Lushnjën. Divjaka duhet jetë e pavarur nga Lushnja. Resurset i kemi nga të gjithë anët. Vi një tjetër të na sundoj, nuk pranojmë. Jo në protest këtu, po ku tjetë në gjithë vend derisa t'jap shpirtin. Unë vete kam marrë vesh djekë të mëbet. Dje që përhap në përmedia, bile dikush ma dërgoj si informacion nga Gjermania. Që Divjaka nuk do t'jetë bashki. Unë kisha lexuar për disa bashkit vogla që do hiqesin në bashin, po jo për Divjakën. Edhe kur e pash për Divjakën u befasova. U befasova dhe akoma nuk e besoj se si ka mundësi, ky pushtet. Ne jemi dakord gjithmonë që bashkia të jetë Divjak, na vi ndihmë sa më shumë, edhe pasaj edhe ishjo tjetër jemi qytet, e shpallë qytet. Se ta iki bashkia për këtu të në shkollushje. Mirë që nuk u vjen në ndihmë njerëzve, por u hipën edhe në kurris. Si ka mundësi Divjaka duhet shkoj 30 kilometro për një problem shumë të vogël që mund të ketë. Një fermer të lëri punën gjithë ditën për bërë një pyetje në Lushnjë në bashki. Nuk po them për të zgjidhur problem, se ai problemi do dojë ditë tëra. Në vend që pushteti lokal, por jo vetëm pushteti lokal, po edhe pushteti qendror duhet vi tek fermeni, duhet vi tek baza. Mirë, pushteti qendror nuk vjen tek baza, po tim heq edhe pushtetin lokal, me çon në qendër, ashtu si çove gjykatat që çove në Fier, prokurorinë, njerëzit duhet ikin nga Divjaka 70 kilometro, të humbasin ditë tëra, vetëm për të bërë një çështje në DNI, për të bërë një padje ose një ashtu. Tash e heq edhe bashkinë. Sa do jo efektive të jetë bashkia, përsëri njerëzit shkojnë, bëjnë një lloj konsulte, bëjnë një pyetje, kërkojnë një zgjidhje, në fundet ca zgjidhje e marrin. Banorët theksojnë se Divjaka ka një potencial të madh ekonomik fal zhvillimit të bujqësisë, turizmit dhe sektorëve të tjerë. Ndaj kërkojnë që bashkia të ruajë statusin aktual dhe të mos bashkohet me Bashkinë e Lushnjës. Ndërkohë këtë pasdite, në orën 18:30 është njoftuar një protestë në qendër të Divjakës, ku qytetarët do të kërkojnë tërheqjen e këtij projekti. Banorët e Patosit gjithashtu janë kundër reformës territoriale pasi humbasin identitetin e qytetit. Edhe qytetarët e Patosit kanë kundërshtuar mundësinë që bashkia e tyre të preket nga riorganizimi i ri administrativ duke ju bashkuar Fierit. Qyteti i naftës dhe intelektualëve nuk meriton t'i preket identiteti dhe dinjiteti, kanë pohuar ata, duke kërkuar nga qeveria që të heqë dorë nga çdo plan që prek bashkinë e tyre. Patosi ka patur institutin më të madh shkencor në Shqipëri. Ka patur 5800 intelektual. Ka patur mbante 50% të buxhetit të shtetit që ha Edi Rama sot. Rama ka patur Patosi. Nuk e ka patur Roskoveci. Prandaj unë jam kundra asaj edhe nuk mund të bëj reformën Arbër Mazniku, që se njeh fare Patosi. Nuk e njeh absolutisht fare, ai s'di si ç'bëhet. Jam kundra edhe në qoftë se arrihet kjo që të bëj bashkimin, mos të vinë me këtu. Unë jam socialist i vjetër që në kohën e Fatosnalës. Kjo është gafa më e rëndë për mua. Pse? Bile jam dhe vendali këtu, dhe më papadëm këtu ka qenë toka ime. Sepse Patosi është qendra më ashtu fuqishme e naftë industriale në Evropë. Sipas qytetarëve, çdo ndryshim i statusit administrativ të Patosit do të ndikonte negativisht në zhvillimin e qytetit dhe në përditshmërinë e tyre, pasi do t'i mbante larg shërbimeve.
Ne do ngrijemi për certifikatave në Fier, e duam këtu, dhe ato tëra janë këtu në bashkinë e Patozit, për shembull jam i valid. Prezot në Fieri unë pas pata njeri të ditë, të duhet bashkia këtu të kesh. Gjithë zona e Patozit është shumë e hapur. Dhe po ta marri Fieri nuk e përballon, sado fshatrat jemi ne, unë që jam në fshat atje, nuk pres në një gjesë të vete në Fier me kaq kilometra të zgjidh një problem. Sa larg është fshati juaj nga qendra e Fierit? Po nga qendra e Fierit është rreth një 15-16 kilometra. Ne akoma edhe me bashkinë e Patozit ka disa gjëra që jemi edhe pak kënaqur, sepse ka ca probleme që nuk i zgjidhin dot. Jo që qyteti Patozit gjithmonë ka qenë gjithmonë pro Partisë Socialiste. Dhe nuk e prisim ne qytetarët e Patozit na ndeshkon dhe Partia Socialiste. Si të jetë më e mira le të bëhet? Nuk diskutohet, shteti, qeveria e din këtë punë, por për ne si qytetar, do të thonë ishte më mirë këtu. Për ne. Po tani, si të jetë më e mira, le të bëhet. Edhe vetë socialistët votues tradicional të Partisë Socialiste i kanë konsideruar gafa ndryshimet e parashikuara nga reforma e re territoriale. Partia Socialiste ndërkohë ka zyrtarizuar reformën e re administrativo-territoriale, ku bashkitë do të ulen nga 61 në 46. Partia Socialiste ka hedhur zyrtarisht në kuvent projekt ligjin për reformën e re administrativo-territoriale, duke propozuar uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46. Sipas mazhorancës, ndryshimet synojnë të rrisin efikasitetin e pushtetit vendor, të ulin kostot administrative dhe të forcojnë kapacitetet financiare të bashkive. Projekti parashikon krijimin e modelit të ri bashki qytet njësi administrative, ku bashkia mbetet njësia e vetme vetë qeverisjes vendore me një kryetar, një këshill dhe një buxhet, ndërsa shtohet niveli i qytetit për të garantuar përfaqësim të gjerë. Në total, vendi do të ketë 46 bashki, 71 qytete dhe 387 njësi administrative. Në paketën e ndryshimeve, 15 bashki humbasin statusin e tyre dhe bashkohen me bashki fqinje. Divjaka i bashkohet Lushnjës, Patosi Fierit, Dimali dhe Poliçani Beratit, ndërsa Selenica bashkohet me Vlorën, Maliqi me Korçën, Kolcyra me Përmetin, me Malijej me Tepelenën, Libohova me Gjirokastrën, Cerriku dhe Belshi me Elbasanin, Përrenjasi me Librazhdin, si edhe Klosi me Matin. Drafti u është përcjell për konsultim kryetarëve të bashkive dhe këshillave vendor. Duke qenë se prek organizimin e pushtetit lokal, buxhetet dhe përfaqësimin e qytetarëve, reforma pritet të shoqërohet me debate të forta politike dhe institucionale përpara miratimit në kuvent. Arriten sërish çmimet e karburanteve në vend. Tensionet e vazhdueshme në lindjen e mesme kanë sjellë një tjetër shtrenjtim të naftës dhe benzinës me efekt të menjëhershëm edhe në pikat e karburanteve në Lushnjë. Çmimet e karburanteve në vend kanë pësuar një rritje të menjëhershme ditën e sotme. Ky shtrenjtim lidhet me tensionet e vazhdueshme në lindjen e mesme, ku vijojnë sulmet mes palëve duke ndikuar në rritjen e çmimit të naftës në bursat ndërkombëtare dhe duke reflektuar menjëherë efektet edhe në tregun vendas. Konkretisht në pikat e karburanteve në Lushnjë, 1 litër naftë tregtohet sot me 214 lek nga 206 lek që ishte vetëm një ditë më parë. I njëjti trend rritës është vënë re edhe tek benzina, e cila sot ka arritur në 199 lek për litër, krahasuar me 189 lek që kushtonte dje. Kujtojmë se që nga shkrirja e bordit të transparencës, çmimet e karburanteve përcaktohen nga tregu i lirë. Si pasojë, çdo luhatje në tregjet ndërkombëtare reflektohet pothuajse menjëherë edhe në çmimet që paguajnë konsumatorët në vend. Kjo situatë ka gjetur të papërgatitur drejtuesit e mjeteve dhe bizneset lokale në Lushnjë, të cilët rrezikojnë të përballen me një efekt zinxhir në rritjen e kostove të transportit dhe më pas të kostos së jetesës. Deri në vitin 2028, ushtria shqiptare do të pajiset plotësisht me mjete ushtarake Made in Albania, deklaroi kryeministri Edi Rama në ceremoninë e dorëzimit të 40 mjeteve të para taktike të prodhuara në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të 40 mjeteve të para taktike të prodhuara në Shqipëri sipas standardeve të NATO-s nga kompania Timak Defense, të cilat i kaluan në përdorim forcave të armatosura. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë deklaroi se objektivi i qeverisë është që brenda vitit 2028 forcat e armatosura të pajisen me të gjithë kapacitetin e nevojshëm ushtarak. Sot ajo çka ishte
në vizion dhe në strategjinë e shkruar është e prekshme me sy, flota e prodhuar në Shqipëri për forcat tona të armatosura, e prodhuar sipas standardeve të NATO-s, e prodhuar nga profesionist shqiptar, sapo ka nisur të vijë në dispozicion të ushtrisë shqiptare. Brenda vitit 2028, ushtria shqiptare do t'i ketë të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet, që nga makina më e lehtë deri tek armët më të sofistikuara. Kryeministri shprehu edhe ambicien që industria ushtarake shqiptare të shndërrohet në një eksportues të rëndësishëm në tregun ndërkombëtar. Kemi marrëveshje me kolos të industrisë ushtarake dhe mos u çuditni kur një ditë të vim përsëri këtu dhe të ekspozojmë gjëra të prodhuara këtu, të cilat do t'ja japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Prodhime made in Albania. Parafiluroni një ushtar të Shtetet Bashkuara me një prodhim made in Albania në kompleksin e pajisjeve të tij. Kush do ta kishte imagjinuar sikur t'ja u thoshin deri jo shumë vite më parë? Askush. Kjo është Shqipëria tjetër që ne kemi ndërtuar dhe e cila tani do filloj t'jap të tjera lloj rendimentesh dhe të tjera lloj produktesh, duke pasur parasysh këtu industrinë ushtarake, po jo vetëm. Sipas Ramës, zhvillimi i industrisë ushtarake është pjesë e transformimit të vendit dhe pritet të sjellë investime të reja, arritje të kapaciteteve prodhuese dhe një rol më të rëndësishëm të Shqipërisë në industrinë e mbrojtjes. Shkeli masën arrest në shtëpi dhe vodhi një automjet. Policia e Fierit arreston 43 vjeçarin. Një 43 vjeçar është vënë në pranga pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe dyshohet se ka vjedhur një automjet që është gjetur i fshehur në banesën e një 46 vjeçari, i cili dyshohet se ka ndihmuar autorin duke mbajtur automjetin në ambientet e shtëpisë së tij. Edhe 46 vjeçari rezulton se ka shkelur masën e sigurisë arrest në shtëpi. Sipas njoftimit të policisë, një shtetas kallzoi se i kishin vjedhur automjetin e parkuar në lagjen Konferenca e Pezës dhe më pas shërbimet e komisariatit të policisë Fier organizuan menjëherë punën për zbardhjen e rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit. Si rezultati veprimeve të shpejta, u finalizua në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë Sarand, operacioni koduar Itinerari. Në kuadër të këtij operacioni, u arrestua shtetasi OB 43 vjeç banues të Fier, i cili dyshohet se më datën 27/7/2026 në lagjen Konferenca e Pezës Fier ka vjedhur automjetin e shtetasit AX 25 vjeç. Nga veprimet hetimore, rezultoi se shtetasi OB e ka kryer këtë vepër penale pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të caktuar nga gjykata e Fierit për veprën penale, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt. Në vijim të veprimeve hetimore u shpall në kërkim shtetasi ID 46 vjeç, banues në Sarand, pasi dyshohet se ka përkrahur autorin e dyshuar duke e mbajtur në banesën e tij bashkë me automjetin e vjedhur. Ky shtetas ishte me masë sigurie arrest në shtëpi për veprën penale vjedhje, po punohet për kapjen e tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme. UEFA përplaset me FIFA-n, kërcënon bojkot ndaj aktiviteteve të saj pasi futbolli nuk është në shitje. Përplasja mes UEFA-s dhe FIFA-s është thelluar pasi Konfederata Evropiane ka dalë hapur kundër projektit të presidentit të FIFA-s Gianni Infantino për të hapur një pjesë të aktiviteteve tregtare të organizatës ndaj investitorëve privat. Në një deklaratë të fortë, UEFA thekson se Kupa e Botës nuk është një produkt investimi dhe nuk mund të vihet në shitje. Sipas saj, futbolli është një trashëgimi globale që u përket lojtarëve, kombëtarëve dhe tifozëve, ndërsa përfshirja e kapitalit privat do të ndryshonte mënyrën e administrimit të sportit.
Konfederata Evropiane akuzon FIFA-n se e ka hartuar projektin pa konsultim me federatat anëtare dhe e konsideron të papranueshme ofertën prej $20 milion për secilën nga 211 federatat, duke e cilësuar atë si një përpjekje për të siguruar mbështetje për privatizimin e kompeticioneve më të rëndësishme. Plani presidentit Gianni Infantino parashikon ndarjen e aktiviteteve tregtare të FIFA-s në një operacion me vlerë $200 miliard, ku 20% e aksioneve do t'u kalonin investitorëve privat. Në shenjë kundërshtimi, UEFA ka paralemëruar bojkotimin e aktiviteteve të FIFA-s deri në tërheqjen e projektit. Kompeticioni i parë që mund të preket nga kjo përplasje është Kupa e Botës për femra U20, e cila është planifikuar të nisë më 5 shtator në Poloni. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.